hershëm, të cilet mund t'i njohim, t'i identifikojmë, ose të vetja, ose të familjarë tonë, që na paralajmërojnë që një lloj demencës po vjen. Po. Cilë janë ata? Është vërtet, ajo mund të vrejë demenca nuk instalohet më njerë. Nuk është smundje akute, është një smundje që në neurologji quhet neurodegenerative. Do të thonë ndodhin disa degenerime, dëmtime të indit trunor, të cilat gradualisht e çojnë deri te demenca personin. Kur fillojnë simptomat e parë, do thotë simptomat e parë fillojnë atëherë kur ka filluar neurodegenerimi, mirë po nuk instalohen gjitha simptomat qysh në fillim. Në fillim të pacientat mund të vrejmë sjellje të çuditshme pak. Jo, nuk është ai person te cilin e kemi njoftë më herët. Fillon sillet në mënyrë të çuditshme, fillimisht fillon me harru gjonat, harron ku kalon një gjë, harron ku ka nuk kyçet mirë në bisedë, ose fillon me folë dhe harron fjalët. Kalon prej temës në temë, ndryshon dveshunit e pacientit.